konsideroj që është humbje kohe dhe dëm që nuk po funksionon Kuvendi i Republikës Kosovës. Askush nuk është duke e zënë karrigën e zbrazët për nënkryetarin nga rrotë të komunitetit serb, nuk mundet votimi për Emilia Rexhepin të anulohet. Kryeministër, cilat do të jenë veprimet pas njoftimit të fundit të gjykatës kushtetuese? Këtu jemi pra për të përuruar një qerdhe për fëmijë, dhe unë besoj që kjo është investim edhe për të tashmen edhe për të ardhmen. Falenderoj të gjithë prindrit dhe edukatorët, ndërkaq sa i përket aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, ne duhet ta shohim atë në mënyrë të plotë për të dhënë vlerësimin ton, por ajo çfarë mund të them tani është se konsideroj që është humbje kohe dhe dëm që nuk po funksionon Kuvendi i Republikës Kosovës. Kuvendi i Republikës Kosovës e ka zgjedh kryetarin, Dim Albashën, i ka zgjedh 4 nënkryetarët, Albulena Haxhiun, Vlora Qitakun, Kujtim Shalën dhe Emilia Rexhepin. Askush nuk është duke e zënë karrigën e zbrazët për nënkryetarin nga rrotë të komunitetit serb. Është dashur që të vazhdoj puna e kuvendit, sepse shteti i Kosovës nuk ka kohë për të humbur. Meqense po thoni që apo presni vendimin aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, keni thonë që nuk keni asnjë vot për listën serbe, si do t'ja bëni nëse kërkohet votimi në pako i pakicave, pra edhe për komunitetet jo shumicë, edhe për listën serbe? Emilia Rexhepi është në kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës. Nuk mundet votimi për Emilia Rexhepin të anulohet. Prandaj ne kemi ngelur te nënkryetari i fundit nga komuniteti serb, por mos harroni, nuk janë serb vetëm ata të listës serbe. Serb është edhe Nenad Rashić. Në një renon, përfaqësuesi i listës serbe i morri veç 10 vota, a Nenad Rashić i morri 56. Veç 5 vota t'ja jepshin këta 52 që janë të opozitës, sot nuk ishim duke i bërë këto pyetje dhe këto përgjigje.